Pa u mbyllur muaji I parë I 2015-s, demokratët I rikthehen protestave. Protesta e nesërme në orën 11 është vetëm hapja e një pranvere protestash të pandalshme, masive dhe popullore, që s'kam për ta lënë dyshen Rama Meta të livadhisë sipas shefit. Nuk do t'i lejojnë të sundojnë sipas trilleve, me bandat e tyre kriminale dhe me stoqjet e një korrupsionit frikshëm që është instaluar në çdo zyrë publike. Të hënën, qytetarët nuk do të kundërshtojnë vetëm rritjen e çmimit të karburantit, thot lideri demokrat, por edhe taksat e larta. Nesër në orën 11 do të ndalojmë për 5 minuta makinat kudo ku jemi. Në shenjë proteste për çmimin e lartë të karburanteve, por edhe për energjinë, për taksat, për çmimet e larta që po rrënojnë ekonominë individuale, familjare dhe kombëtare. Çdo ditë njoftohet se çmimi I naftës po ulet kudo në botë, vetëm në Shqipëri sipas kryetarit demokrat ndodhe kundërta. Mbi 60% e çmimit të naftës që paguajmë sot shkon në xhepat e qeverisë. Detyrohemi të paguajmë 1008 lekë taksat Rama në çdo litër karburant që blejmë. Kjo giotinë në qafën e shqiptarëve me të ardhurat 3 herë më të ulta se mesatarja europiane është një krim që duhet ndalur. 26 janari shënon protestën e parë opozitare për këtë vit, ndërkohë demokratët janë angazhuar që ajo të shtrihet në të gjitha qytetet e Shqipërisë.